Para ca kohësh u shpallë non grata në Kosovë deri diku, apo jo? Po, sepse i shava për vajzën. Për vajzën e Ullirit, po. Pastaj të morën, hapën dyert dhe ishe opinionisti Big Brother VIP Kosova. Ishe me Anita Aradinaj, partnerit ti. Shëndesin. Ke ruajtur miqësi? Uroj që, po, uroj ta ftosh në Personazh është. Shumë personazh. Është ndryshe nga ne, ka jetuar të dyja kryeqytetet, Tiranën edhe Prishtinën. Tiranë ka jetuar deri gjatë luftës. Babai i saj ka qenë speaker i lajmeve në radio televizionin shqiptar dhe pastaj u zhvendos në Prishtinë. Pra, është një vajzë që jeton mes dy qytete dhe na njeh mirë. I njeh të dy realitetet. Nëse do ishe opinionist këtë vit, që të vazhdojnë rrjedhën logjike. Do të isha opinionist me Oltën, po Olta refuzon. Refuzoi Olta që të ishe? Olta refuzon, Olta është paksa frikacake, kështu që. Refuzoi që të ishe ti në krah të asaj? Refuzon. Refuzon në përgjithësi? Po, në mënyrë konstante.